Mirë se erdhët. Sot do t'i futemi një teme vërtet interesante. Si mund të marrim një metodë super të fuqishme nga bota e teknologjisë dhe ta përdorim për të zgjidhur problemet e përditshme në një restorant. Po flasim për mënyrën si të provoni ide të reja pa rrezikuar gjithçka. Le të jemi të sinqert, të provosh diçka të re në botën e restoranteve, qoftë një pjatë e re, një menu sezonale apo një koncept krejt i ri, ndihet shpesh si një bast i madh. Apo jo? Kjo ndodh sepse rreziku dhe kostot janë vërtet të larta. Të gjithëve mund t'u ketë ndodhur të hedhin në treg një specialitet të ri dhe thjesht dështon. Ai entuziazmi fillestar, gjithë ajo përgatitje, marketingu, shpresat dhe pastaj asgjë. Heshtje, vetëm pjata që kthehen plot dhe fatura për t'u paguar. Është një ndjesi e tmerrshme, por edhe tmerrsisht e zakonshme. Po sikur të ekzistonte një mënyrë tjetër, një mënyrë për t'i testuar këto ide gjeniale përpara se të vihet bazë gjithë kuzhina. Një metodë për ta kthyer këtë bazë të rrezikshëm në një proces të disiplinuar, ku mësohet se çfarë duan klientët me rrezik minimal, pikërisht këtë do të zbërthejmë sot. Çdo ide e re, sado e madhe apo e vogël qoftë, nga një menu e re vegane deri te hapja e një kamioni ushqimi, në thelb bazohet mbi disa supozime. Janë besime që ende nuk i kemi vërtetuar, por i marrim si të mirëqëna. Këto janë hapat tanë të besimit. Dhe këtu është pika kyçe. Flasim për dy besime themelore, dy supozime kryesore, nga të cilat varet absolutisht gjithçka. Nëse këto supozime janë të sakta, suksesi është i mundshëm. Por nëse janë të gabuara, i gjithë biznesi mund të dështojë. Atëherë, cilat janë këto dy supozime kaq të rëndësishme? E para është hipoteza e vlerës. Pyetja e thjeshtë, a e duan vërtet klientët këtë gjë? Për shembull, a është e vërtetë që klientët në lagjen tonë po kërkojnë me ngulm një menu vegane të nivelit të lartë? E dyta, është hipoteza e rritjes. Si do të dëgjojnë për ne klientët e ri? A do të ndodhë që klientët e kënaqur do të përhapin fjalën dhe do të sjellin rezervime të reja? Këto janë pyetjet $1.000.000. Dhe siç thot Steve Blank, një pionier i kësaj metode, përgjigjet nuk gjenden brenda zyrës apo kuzhinës. Ato nuk dalin nga analizat e shitjeve të vjetra apo nga mbledhjet e gjata. Përgjigjet janë atje jashtë. Duhet dal nga ndërtesa dhe të flitet me njerëz të vërtet, të shihen klient real në veprim. Okej. Pra si testojmë këto supozime pa shpenzuar një mal me para dhe kohë? Përgjigja qëndron në një koncept fantastik që quhet produkti minimal i vlefshëm, ose shkurt MVP. Tani, kujdes, MVP nuk do të thotë një produkt i papërfunduar apo i dobët, është versioni më i thjeshtë i idesë, i mjaftueshëm sa për të filluar procesin e të mësuarit nga klientët real. Qëllimi nuk është të krijosh produktin final, por të fillosh ciklin e feedbackut, të kalosh sa më shpejt nëpër ciklin ndërto maso me sa më pak mundim. Një shembull klasik dhe i pabesueshëm është ai i Groupon. Një nga kompanitë me rritjen më të shpejtë në histori, filloi si një blog i thjesht WordPress. Ishte, siç thot themeluesi, totalisht primitive. Ata thjesht postonin një ofertë dhe pastaj dërgonin manualisht PDF-ët e kuponave me email. Nuk ishte as pak elegante, por bëri gjënën më të rëndësishme. Vërtetoi idenë thelbësore se njerëzit ishin të gatshëm të blinin kupone në grup. Le ta zbatojmë këtë në një restorant. Imagjinoni që ideja është një menu e re vegane gurme. Në vend që të ndryshoni gjithë menun, të trajnoni stafin, të bëni marketing të madh, MVP-ja mund të jetë thjesht një natë vegane speciale të martën, me vetëm 3 pjata të reja. Më pas, matni sa njerëz e porosisin, sa mbetet në pjata, dhe më e rëndësishmja, dilni dhe flisni me klientët që e provuan, çfarë mendimi kishin. Ky është mësim i paçmuar, me rrezik pothuajse zero. Mirë, pra kemi bërë eksperimentin ton të vogël, por kjo është vetëm gjysma e punës. Tani duhet sigurohemi që po matim gjërat e dyhura për të kuptuar nëse vërtet po bëjmë progres. Dhe këtu shumë njerëz bien në një gracka. Është shumë e lehtë të mashtrohesh nga numra që duken bukur në letër, por që në të vërtet nuk tregojnë asgjë për shëndetin e biznesit. Këto quhen metrikat të kotësisë. Le të marrim një shembull nga gota e teknologjisë, nga kompania IMVU. Shikoni këtë grafik. Tregon numrin total të përdoruesve të regjistruar, rritet çdo muaj apo jo, duket fantastike. Bordi drejtorëve do të ishte në qiellin e 7, sukses i madh. Por ky grafik sheh një të vërtetë të hidhur. Për ta zbuluar duhet të përdorim një lloj tjetër metrike, metrikat e veprueshme. Në vend që të shikojmë totalin,
ne i ndajmë klientët në grupe bazuar në kohën kur erdhën për herë të parë. Kjo quhet analiza e grupeve. Pra, krahasojmë sjelljen e klientëve të janarit me ata të shkurtit e kështu me radhë, për të parë nëse po bëhemi më të mirë në mbajtjen e tyre. Dhe ja historia e vërtet. Ky grafik tregon se pavarësisht gjithë punës dhe përmirësimeve, përqindja e klientëve të rinj që ktheheshin për të paguar mbeti e njëjtë. Përkthyer në gjuhën e restorantit, kjo do të ishte si të shihje shumë fytyra të reja çdo muaj, por asnjëra prej tyre nuk kthehej për herë të dytë. Problemi nuk ishte marketingu, por vetë produkti, vetë eksperienca. Dhe kjo na sjell në një nga momentet më të vështira për çdo menaxher apo pronar, kur të dhënat tregojnë qartë se diçka nuk po funksionon, çfarë bëhet? Këtu përballemi me një zgjedhje kritike, të këmbgulim apo të ndryshojmë drejtim. Ky ndryshim strategjik drejtimi quhet një pivot. Tani, ky nuk është një ndryshim i bërë në panik, është një korrigjim i strukturuar i kursit i bazuar plotësisht në atë që kemi mësuar deri tani. Imagjinoni sikur mbani një këmbë të fiksuar në vend, aty ku është gjithë mësimi, dhe lëvizni këmbën tjetër për të eksploruar një drejtim të ri. Dhe një pivot i suksesshëm mund të ketë një ndikim të thjesht dramatik. Shikoni pak këto të dhëna nga voti i zënë. Pasi u përpoqën për 8 muaj pa rezultate të mëdha, ata bën një pivot të bazuar në të dhëna. Dhe në vetëm 4 muaj, shikoni çfarë ndodhi. Metrikat shpërthyen, shkalla e referimit, që për një restorant është ekuivalenti i fjalës së mirë, u hodh nga 6% në 54%. Kjo është fuqia e një vendimi të informuar. Atëherë, si mund të dukej një pivot në botën reale të një restoranti? Po, mund të jetë një ndryshim i segmentit të klientëve. Në vend të turmës së natës së vonë, fokusohemi te darkat e hershme familjare. Ose ndoshta kuptojmë se klientët tanë të darkave luksoze në fakt duan një opsion dreke të shpejtë dhe cilësor nga ne. Mund të jetë një ndryshim kanali, nga një restorant fizik në një model që fokusohet te dërgesat, apo edhe një ndryshim në mënyrën si fitojmë para, nga çmime à la carte në një menu degustimi me çmim fiks. Secili prej këtyre është një pivot i bazuar në mësim. Pra, e gjithë kjo nuk ka të bëjë me hamendje apo me fat. Ka të bëjë me transformimin e inovacionit nga një bast i rrezikshëm në një proces të disiplinuar, pothuajse shkencor, të mësuarit. Dhe kështu e mbyllim me një pyetje për të reflektuar. Cili është supozimi i vetëm më i madh, më i patestuar, mbi të cilin mbështetet suksesi i restorantit aktualisht? A është se klientët duan më shumë opsione vegetariane, apo si një program besnikorie do të rrisë numrin e klientëve të rregullt? Sfidoni veten, gjeni një mënyrë të vogël, të shpejtë dhe me rrezik të ulët për ta testuar atë. Qoftë edhe këtë javë, sepse mësimi që do të merrni mund të ndryshojë gjithçka.